Nuk e din njeri shpesh, a është në Teksas, a është në Amsterdam, apo është në Shkup. I dëgjojmë do njerëz që ja bëjnë vetit qefin dhe thojnë, Shkupi është Mekja e Ballkanit. Shkupi është llomi i Ballkanit. Se në Shkup çka nuk ka? Shkup ka drogë, ka kazino, ka kamat, ka bari, ka vjedhje, ka vrasje, ka plagosje, çka nuk i. Kretë këqijat e dunjas janë edhe i gjenë në Shkup. Na ma shumë jemi për fat keq musliman sezonal, musliman të Ramazanit, musliman shkele shkollë. Do menojnë disa se me një Ramazan mundet me u pastru të Allah subhanahu wa ta'ala. Me një Ramazan me la krejt haramin që e ka po ma herët. I gjenë do njerëz të cilët mendojnë se me një umre, me një haqë, mundën me ula për Allah subhanahu wa ta'ala. Unë një gjas ku mujtë me kuptu edhe nuk jam gjendje me kuptu. Ka e murën që këtë fetfa. Kush ja u dha që këtë kuptim të fesë. Se me 10 dit umre me la kamatën, me 10 dit umre me la zëllumin, me la haramin.